Esido Barke nga Vision Plus. Në lidhje me deklaratën se le të themi posimin e ambasadës amerikane, më tepër një mesazh sensibilizimi dhe qetësimi për opinionin publik, cilat janë masat e cilat po merren nga policia e shtetit sa i takon kërcënimeve të paktën të anoncuara nga ambasada amerikane të grupeve të lidhura me Iranin. Pra kemi një plan masash të mirëfillt të drejtuar nga Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit, si dhe pyetja dytë, ju jeni ministri i ri i brendshëm, por e njihni mjaft mirë këtë strukturë pasi keni shërbyer për disa vitesh në Ministrinë e Brendshme si zëvendësministër dhe në kohën kur ju keni qenë si zëvendësministër, keni patur shumë projekte me OSBE-n sa i takon sigurisë dhe dorëzimit vullnetar të armëve, pra kryesisht të AVL-ve. Duket sikur ka ngecur ky projekt, pavarësisht se u nis fushata parë të sensibilizimit dhe ndërgjegjësimit, ndërkohë faza e dytë duket sikur ka ngecur duke mos patur një zhvillim të mëtejshëm. Sa i takon dorëzimit vullnetar të armëve, pra në lidhje me projektet që ju keni nisur me OSBE-n, do të vijojnë këto projekte apo jo? Faleminderit. Shumë faleminderit. Lidhur me pyetjen e parë, siç pata mundësinë ta bëjt me dije dhe për qytetarët shqiptar për të garantuar ata lidhur me situatën e sigurisë në vend, gjatë seancës së dieshme në parlament, ku unë me përgjegjësi të plot komunikova disa fakte shumë të rëndësishme. Së pari, Shqipëria ka për disa kohësh që ka marrë masat e nevojshme në kuptim të vlerësimit të riskut nga gjithë agjencitë ligjzbatuese, përfshirë dhe ato të inteligjencës, në bashkëpunim dhe me partnerët ndërkombëtar, ku jo vetëm kemi bërë vlerësimin e riskut, por edhe një plan masash lidhur me jo vetëm sigurinë publike në sheshe publike, në vendodhje me rëndësi kritike, por dhe infrastrukturën kritike në tërësi, dhe ku përfshihen të gjitha agjencitë ligjzbatuese dhe të inteligjencës, secili ka rolin e vet. Policia e shtetit është me masa të shtuara sigurie në këto vendodhje të cilat konsiderohen me rëndësi kritike për sigurinë e tyre. Dhe kjo ka ndodhur shumë kohë më parë, duke marrë në konsiderat gjithë zhvillimet në lindjen e mesme dhe duke marrë dhe parasysh dhe reagimin publik të ambasadës, sigurisht pata komunikimin dhe kërkova nga struktura përkatëse të policisë së shtetit, përfshirë drejtorinë antiterror, policinë kriminale, si dhe sigurinë publike, për të më informuar lidhur me masat që ato kishin marrë dhe komunikimet që kanë patur me përfaqësues të ambasadës. Nga informacioni i përcjellur nga natyre, është bërë me dije se së pari nga komunikimet që kanë patur me përfaqësues të zyrës së sigurisë së ambasadës, është konfirmuar se ky është një lajmërim standard që është bërë edhe në vende të tjera të botës, përfshirë dhe të Bashkimit Evropian. Dhe nga ana tjetër ata vlerësojnë, dhe ky është komunikuar edhe më vonë, më pas në takimet që kanë pasur dhe ditën e dieshme, ku është vlerësuar bashkëpunimi dhe angazhimi i qeverisë shqiptare dhe i policisë së shtetit për masat e shtuara që kanë marrë jo vetëm ditën e dieshme, por prekohësh tashmë, duke marrë në konsiderat faktin që policia e shtetit tashmë ka ngritur kapacitetet e nevojshme për të përgjigjur kërcënime të ndryshme që vijnë edhe në forma hibride. Pra edhe ata që zhvillohen përmes dezinformimit në rrjetet sociale, online, apo metodat ndryshme që mund të përdoren për të krijuar destabilitet ose përshtypje të një vendi të pasigurt. Kjo është në fakt dëmi më i madh që mund të bëjë një vendi, pasi ne nuk kemi kohë apo luksin që të perceptohemi si vend i pasigurt, qoftë kjo kur vjen nga lufta hibride, që janë të ekspozuar gjithë vendet e Bashkimit Evropian, apo nga agjendat caktuara politike, të cilat vënë politikën e ditës përpara sesa çdo interesi kombëtar, që është integrimi i vendit dhe perceptimi i vendit si një vend i sigurt, ku sigurisht ne kemi në fokus dhe synojmë gjithmonë më shumë të mbajmë trendin dhe ta zhvillojmë më tej për përthithjen e turistëve, të cilët sigurisht përkthehen dhe në ekonomi të shtuar për vendin tonë, kështu që çdo dëm që i bëhet imazhit të vendit, përfshi edhe ato imazhet e pakëndshme dhe tejet shqetësuese dhe që nuk reflektojnë realitetin në Shqipëri në kuptim të sigurisë dhe kapacitetet të rrituara dhe gjithë rezultatet të njohur tashmë dhe nga raportet ndërkombëtare, si Departamenti Amerikan i Shtetit edhe Komisioni Evropian, ku unë pata mundësinë ti citoj motamo, fjalë për fjalë, dje në interpelancën e kërkuar nga deputetët e opozitës. Prandaj çdo përpjekje që synon të krijojë një imazh të gabuar të Shqipërisë është vetëm në dëm të
qytetarëve shqiptarë dhe ekonomisë shqiptare dhe turizmit. Kështu që këto realisht nuk duhen lejuar dhe unë falenderoj profesorësit e medias, të cilët kanë qenë shumë të kujdesshëm në raportime të tilla, pasi në fund ditës nuk humbet qeveria, nuk humbet ministri, por cënohet drejt për drejt ekonomia dhe mënyra se si perceptohen shqiptarët. Për shumë vite, për fat keq, Shqipëria është etiketuar si njolla e zezë e rajonit dhe ky imazh është ndryshuar dhe është përmirësuar me shumë mund dhe nuk mund të lejohet të cënohet për shkak të interesave politike të ditës apo agjendave edhe me qëllime destabilizuese. Lidhur me pyetjen e dytë, është e vërtetë që ne kemi patur një bashkëpunim shumë korrekt jo vetëm me OSBE-n dhe UNDP-n, por dhe projekte të tjera të cilat ne kemi synuar të afrojmë gjithmonë më shumë, me qëllimin e vetëm që policia e shtetit kryesisht, por dhe agjencitë e tjera, përfshi doganat, shërbimimin postar dhe çdo kush që ndërlidhet me luftën kundër armëve, si dhe policinë kufitare kryesisht, të cilët kanë përfituar një ndihmë të konsiderueshme në kuptim të teknologjisë të avancuar të përdorur nga natyre, kjo fal financimit të projekte ndryshme si ata që mundëson fal granteve të Komisionit Evropian, por ashtu dhe të vendeve anëtare apo donatorë të tjerë, dhe janë miliona euro të përfituar gjatë këtyre viteve nga Shqipëria, duke qenë dhe në fakt e them me bindje plot këtë dhe vendi flamur mbajtës në kuptim të kësaj iniciative rajonale, e cila nisi në Londër në vitin 2018, ku u bën bashkë ministrat e brendshëm për të bërë pjesë e iniciativës për kontrollin e armëve të palishme, armëve të vogla dhe të lehta. Dhe më pas u angazhua dhe Komisioni Evropian, ku një nga angazhimet që u ndërmor edhe në kuadër të strategjisë kombëtare për luftën kundër për kontrollin e armëve të vogla dhe të lehta, ishte dhe nevoja për ndërgjegjësim dhe për të konsideruar dhe përfitimet e mundshme që do të vinin nga kryeja një amnistie, pra apo mbledhjes në mënyrë vullnetare të armëve, ku qytetarët ftohen për dorëzuar. Megjithatë, sipas planit të dakordsuar dhe me të bërë në mënyrë shumë të kujdesshme dhe me partnerët tanë evropian, zyren rajonale të financuar nga Bashkimi Evropian dhe nga OSBE, është dakordsuar një plan me afatet të caktuara dhe masa të caktuara që fillojnë me ndërgjegjësimin dhe më pas me masat e ndryshme që duhen ndërmarrë, përfshi edhe ato të karakterit ligjor, ku Shqipëria sigurisht duhet ndërhyjë në ligjin përkatës për të bërë vetëm një dispozit për kryerjen e amnistisë. Megjithatë, kjo gjithmonë edhe nga vendet anëtare, edhe nga zyra rajonale që koordinon përpjekjet për kontrollin e armëve, është bërë me dije se patjetër ne duhet jemi të vëmendshëm dhe ndaj zhvillimeve rajonale që zhvillohen, pra që kryen dita ditës dhe që mund të perceptohen si cënim të sigurisë, duke marrë në kontekst këtu në konsiderat dhe ato që lidhen me luftrat e ndryshme. Ajo çfarë është shumë e rëndësishme, më tepër se sa dorëzimi vullnetar i armëve në këtë moment, për të mos u thelluar në detajet më teshme, është kontrolli i në kuptim të brendshëm të territorit për armët, dhe kjo ka qenë edhe një nga porositë e lëna për goditjen e fenomenit të armbajtjes pa leje. Pa dyshim, ligji është shumë i qartë, kodi penal është shumë i qartë, sanksionet janë të ashpra dhe çdo kush që bën merr përsipër të bëj aventura, të shkel ligjin haptazi, duhet t'i bëj vetë llogarit. Kjo është bërë qartë dhe për strukturat e policisë dhe unë pres rezultate të përditshme, raportim të përditshëm lidhur me këtë, goditje të çdo elementi apo edhe kur kemi raste që kanë të bëjnë me përpjekjet për trafikimin e armëve nga përmes kufive të Shqipërisë, qoftë duke u deportuar në territorin shqiptar apo edhe për të lënë kufit shqiptar. Ky është fokusi ynë kryesor aktualisht. Kjo edhe si kontribut jo vetëm për sigurinë e shtuar në Shqipëri, por edhe për rajonin dhe më gjerë.